Sarma me lakër turshi. Përgatitja e thjeshtë. Mënyra e palosjes më ndryshe se zakonisht. Bën shumë të shijshme. Besoj se kam ju pëlqyer receta ku ta shihni videon në vazhdim. Lloj me përgatitjen. Morim një tigan dhe në të shtojmë 100 gram me djalë. Djalë të shkrier plotësisht, tash ja shtojna 2 qep të bëra në blender, 2 qep mesatare. Qepët ja japin një shije shumë të mirë sarmave. Tash i përgojna qepët mirë derisa të zbuten ato plotësisht. Duhet bëhet përzierja vazhdimisht gjatë përgimit. Kam përguar qepët derisa janë zbutur mirë. Tash ja shtojna orizin. Oriz gjithsej do shtoj 250 gram, cilin e kam pastruar, kam lënë mirë dhe e kam lënë që të kullohet për 2-3 orë. E shtoj kështu. Dhe përsëri masën e përzij kështu mirë dhe orizin dhe qepën i përgojna për 3-4 minuta. Mjaftueshëm kam përgu orizin dhe qepën, tash i largoj nga zjarri. Pasi kam largu masën nga zjarri, tash ja shtoj mishin. Mish do i shtoj 400 gram me mish të bluar. Tash ja shtojna gjys tube me magdalaz, cilën e kam coptu. Shtojna një vezë, një lugë gjelle me biber të kuq dhe një lugë gjelle me vegetë. Dhe tash masën e përzina mirë. Sa më shumë që të përzihet masa, aq më të mira do dalin sarmët. Pasi kam përzier harxhin apo mbushjen mirë, është bërë një masë e trashë që shumë lehtë ja japin formën sarmave. Tash morim lakrën turshi. Unë këtu kam lakër turshi, fletat lakrës, të cilat i kam përgatitur vetë. Gjithë motra që më shikojnë vazhdimisht e kanë parë këtë recetë. Tash morim dhe ja largojmë këtë pjesën e fortë të koçanës. Kështu. Nga një fletë e madhe e lakrës bëjmë 2 sarma. Kjo është gjysmë. Dhe nga kjo gjysmë formojmë një sarme. Marrim mbushjen dhe mbushjen kështu me anë të duarve ja japim formën e zgjatur dhe të hollë në formë të një cigare. Duhen edhe pak ta bëjmë të zgjatur. Tash bëjmë rrokollisjen, ansorët pak kështu i lakojmë dhe fillojmë që të bëjmë rrokollisjen në formë të një rolle. Përsëri sarmën e formuar e bëjmë në formë rolle. Ja në këtë mënyrë. Përgatitja e këtyre sarmëve është pak më ndryshe se sarmët e zakonshme që bën në forma të zgjata. Këtë mënyrë gjithë harxhit ja japin formën tek fletat e lakmës, duke marrë kështu harx, duke i dhënë formën e zgjatur. Vërtet bën shumë të shijshme këto sarme, ja vlen mi provu. Sidomos tash në Ramazan keni mysafir, një recetë e shpejtë e shijshme. Ma të hollë, unë duhem ta bëj mbushjen. Ansorët dhe bëjmë rrokollisjen. E bëjmë në formë rolle. Përsëri rollën e formuar e bëjmë në formë rrethore. Pra në këtë mënyrë shumë të bukura dalin. Mënyra e njëjtë vazhdon tutje me të gjitha.
Pasi gjithë sarmave ju kam dhënë forma, I kam vendosur kështu në një tepsi. Tepsia është me dimensione 30, është e përshtatshme për këto masa. Tash morim dhe ja përgatisim salcën që do t'ju hedhim sarmave. Këtu kam 500 ml me ujë val të nxehtë. Ja shtoj 2 lugë gjelle me pasta domatesh. Dhe jep një shije më të mirë pasta e domates. Dhe vetëm se masën e përzij mirë. Tash morim dhe salcën ja hedhim sarmave. Mundohem që t'i mbuloj mirë gjithë sipërfaqen. Besoj se është mjaftueshëm. Dhe tash sarmat janë gati për pjekje, mirëpo tepsinë do e mbuloj kështu me një letër për pjekje, cilën e kam lagur me ujë, e kam prerë kështu në formë rrethore në formë të tepsisë. Kam harruar që të them se sarma duhet që të vendosen më të ngjeshura në tepsi njëra me tjetrën, sepse kur të pjeken mund t'ju ndryshoj forma kështu, kur t'janë të ngjeshura do ju rri forma ashtu siç është. Dhe sarmës tash do I fus në furrë nxehtë 220 gradë dhe do I pjeki rreth 50 minuta. E kam largu tepsinë me sarma nga furra. Ja largoj tash letrën për pjekje, kanë dalë shumë të mira. Dhe sipër ju shtoj, këtu kam djeg vaj dhe ja kam hedh pak biber të kuq, ja shtoj sipër, secilës nga pak. Dhe sarmat përsëri kthej në furrë për 5 deri 6 minuta në të njëjtën temperaturë. Sarmat I kam largu nga furra, kanë dalë shumë mirë. Taman janë rreshkavur atë sa duhet. I largoj një 2 pjesë dhe t'ju demonstroj nga afër se si kanë dalë. Vërtet kanë dalë shumë të mira. Besoj se dhe në shije kanë për me qenë kështu të mira. Sipër ju shtoj pak kos, shkojnë shumë, shtu me kos. Ja pra si duken. Besoj si ju ka pëlqy motra të dashura mënyra se si përgatis unë sarmat me lakër turshi në një mënyrë pak më ndryshe se zakonisht. Gjithë ju që I përgatisni në këtë mënyrë ju bëfshin mirë, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.